Hoxha, e pranon Allah i pendimin një personi I cili e merr vesh se u ka smu për kancerit? Edhe pendohet për mëkatin e kaluar. Po, I del rezultati ki kancer, edhe për thot pisodun e jam I pendu. Është pyetje shumë e vend dhe shumë e mirë, konkrete, po, sepse kanceri nuk ka afat vdekje. Qartë. Domethënë nuk është, ama nëse je shtrim, domethënë veç mo I voj pa lëvishëm, nuk han, nuk pin asgjë, domethënë nuk frymarrjen e ki domethënë me vështirësi, veç pritet, si themi na momentin atë pendimi spranohet. Ama nëse momenti që të ka ardhur ti domethënë diagnoza se ki kancer, edhe mjek zakonisht supozojnë, domethënë afat kohor, për shembull 5-6 muaj deri në 3 vjet, varësisht për çfarë tumori ose çfarë kanceri është. Edhe ti pendohesh sinqerisht në atë moment, inshallah taala ai pendim pranohet te Allahu xhelal, sepse ki e ko alati me botë këshia, po edhe me botë mira. Se ai mundet me mundi thot ti shakoni shnosh ti pendu, po tash masi merr rezultati, po pendon. Po, ama tash për me vërtetu se a është pendimi sinqert, ka mundsi Allahu më dhon jetë aty 5 vjet, 6 vjet, 10 vjet mas kancerit. Edhe ai për shembull 1 muaj, 2, 3, 5 jeton si devotshëm, nga frika se vdekjes. Po I bën 1 vjet ai thot s'po vdes. Po s'po vdes. Po I vjen rezultati mas trajtimit, domethënë kurimit, I vjen rezultati se gjurmët e kancerit tumorit janë humb, edhe I kthehet avazit vjetër, atë. S'ka nakoni sinqert. Po, Allah është I urtë, shefe, edhe në brat unë ndërkohë e thash edhe në raporti I njeriut me Zot është të më koni sinqert. Aktrimi, improvizimi, të pendohemi para se me na dol rezultati. Loja momentale, domethënë nuk I kalon Rabbul Alamin. Ai është gjëson e shfaqur dhe është gjëson e dishme. Normalisht njeriu I mirë, njeriu I sinqert nuk e trajton kështu Rabbul Alamin. Krijuesin e vet. Nuk lejon që ta kupton se s'ka jetë më që ai të jetë I mirë me Zotin. Përkundazi ai do ketë jetën e vet me kalu mirë me Zotin. Gabimin që e bën njerëzit domthonë pleshni ta kaloj mirë. Jo valla, pili të spar kaloj mirë. Pse pleshni? S'ka më mirë kur je shnosh si molla me adhuru Allah. Kaloj vazhdimisht mirë me Zotin tan, kryesin tan, edhe kaloj vazhdimisht mirë me njerëzit, me gjithë. S'ke nevojë priti as pensionimin, as pleshnin, me koni but, me koni I rafsh, me kon zemër gjan, me kon komunikativ, me kon falës, me kon vazhdimisht të jetën me këto veti të mira që Allahu I kërkon për nesh, gjithsesi kaloj mirë vazhdimisht me Allahun. Do e kesh për herë mirë edhe në këtë botë, edhe mos lasin për atë që na pret pas vdekjes. Para më në hoq, sa I devot që mundet me kona I cili I ka rezultatit që ka kancer, edhe qonë sa va e farë, sa va e ndrejkën. Para më në qast adhurim me pas rezultatin e kancerit. Sigurisht, dhe më thonë, jeta e njerëzve sikur ta mendojnë se vdekja nuk vjen për kancerit. Se vdes edhe pa kancer. Vdekja nuk vjen për aksidentit, se vdes edhe pa aksident. Vdekja nuk vjen për luftës, se vdes edhe pa luftë. Vdekja nuk vjen për pleqësi, se vdes edhe I ri. Andaj na I themi vazhdimisht vetes dhe të tjerëve, domthonë ti vdekjen do të kujtu vazhdimisht. Edhe kjo do të më kone regulatori I jetës tonë. Se ti mundesh me jetu sot, për nesër mos më kon. Andaj jeto mirë mallon që ja thash pak më atë çdo ditë. Edhe fito mirësitë e Allahut vazhdimisht. Kjo është e sinqerta. Kjo është ajo që kërkohet për njerëzit në raport me Allahun subhanahu wa taala. Dhe sikur të jetojnë jetë kështu, normalisht bagazhi I veprave të mira që e merr njeriu me veti pastaj është shumë I madh. Edhe shpërblimin që e meriton pas se kur del para Allahut është gjithashtu shumë I madh. Edhe andaj na themi pendohu vazhdimisht te Zoti. Mëngjes nisja punë me bismillah, me falënderim te Allahut për të mira që ka dhënë, mbrëmje çdo natë pendohu te Allahu për gabimet e asaj dite, për mangësitë e asaj dite. Edhe kështu çdo ditë vazhdimisht pendohu te Allahu, edhe ndërto raport pozitiv me Allahun, mos prit me të bojeta katastrofë që të pendohesh te Allahu, mos prit me të bësh shëndeti me kancer që të pendohesh te Allahu, mos prit me pas varfëni ekstreme për të pendohur te Allahu, mos prit me pas luftë për të pendohur te Allahu, mos prit me pas tërmet për të pendohur te Allahu, mos prit me pas zjarre për të pendohur te Allahu, mos prit me pas eklipse për të pendohur te Allahu, mos prit me ndodh diçka e jashtëzakonshme për të pendohur te Allahu. Po vazhdimisht ndërto raportin pozitiv me Allahun, edhe kërko falje prej tij për mangësitë tuaja dhe kërko ndihmë prej tij për të mbrojtur nga kurthet e shejtanit të mallkuar, po edhe nefsit që e urdhon njeriu ka e keqë shpeshherë.